Ajo e disi ta ka përcej gardin, kështu me shkop bambuje, pa hap derën Madre fare. de fakirës. Ore, me shkopin e bambus, e shkopin e bambus të adhome ti? Apo është akoma aty në këmbë? Aty e kam, dajagu. Jo, bile, di ku dhe bësh tatuash Madre de fakirës ti këtu. Te gjokësi. Aty. Jo të gjokësi, te zemra. Te zemra. Me shkop bambuje do dalja jo, kështu piu, pa e marrë vesh fare. Sa të di momenti, se shpëtoj. Unë se kuptoj pse ke marrë kaq personale me të. Sepse është shumë skute. Kaq? Tjera di vetë. Tani, kur të vi momenti nominive, ti Blerin Bjeri Djathas, e di ti kush është. Ilir, kujdes kokën, Ilir. Kujdes kokën. Unë pa i bi drejt. Perfekt. Po Sara? Ja ka. Majtas. Po imagjinoj bujarin aty. Edhe janë tre në televotim. Tani vura gjitha letrat këtu. Po letrat i vura unë, tani Majtas apo Djathas? 2, 3. Ku i ku Sara? Do e vim pusuar të di. Dy me që ja fut ke kot. Krejt të frit. Qa pjo thot? Me që ju del ke kryt krejt. Më vjen ki... Po nuk e... Wow! Nuk e kuptoj pse... Se del ky dielli kështu, pa pritur. Ri morim qefur ti mbas rreve. Ç'të duam ne ty? Se di do. E më mirë se lënda organika. Okej, o burë, po... Edhe ti, sa kështu e shtrëngushme jeme këtë gjë. Nuk... Je shumë kapsi të drejtim. Nuk... More ti. Nuk kuptoj pse çdo gjë duhet komentuar e folur, kur ka gjëra shumë të bukura për të diskutuar. Kur nominon. Ja ga. Majtas. Unë lartë. Majtas. Si 18 Po, më the mu mi bot gjitha. Majtas. S'ke nevoj për tjerë. Maroj u kry. Që ashtu, Majtas drejt që... Ti për momentin vetëm je në survejim. Unë vetëm lartë. Ti je në survejim. Unë jam në servis, në kontrol teknik. Je për vaj e fikë, shaka. E njef historinë e luftës dytë botërore? Si se njoh? E njef mirë apo pak? Njoh shumë mirë, kam libra pa fund për ato në shtëpi. I ke lexu apo i mam bibliotekë? Po, si kam lexuar njëri? Më vdes me lexu. Mata Në Hari. shkryt. E njoh të Mata Hari. Po, për Para mua, se ty libri këtu më i kam bukur- lexuar librin e Coelios, Spionja, për Matarin. Kurse unë kam Shumë lexuar libra i bukur. që më ka pëlqyer më shumë nga gjithë librat që shpjegon dhe historinë e të gjitha është Hannah Arendt, Origjina Ana Karenina. Jo. Hannah Arendt. Është Origjina e antisemitizmit, kolonializmit dhe diktaturës. Që ka? Që i skenohet ku? Gjithë, komplet, komplet. gjithë historinë komplet. Gjithë historinë. Tamam ka analizu me fakte historike dhe në mënyrë shumë spektakolare, gjithë si është zhvillu politika, si janë zhvillu gjitha këto, si kanë nga e kamburimin, çfarë ndodh. E peshat ka me mizës. Më fal, jo, nuk e pash. Po, Balerina. Bo, dhe unë. Dhe unë e shpëtova. Dash të lirë. E le të lirë. Ne kish prodonin me knu sot. Kur lash të lirë gjarprin, mos lë mizën. Bjena fenomi sot me knu Allah. S'di qa të bëj me jetën time. Si po ju trajton njëra? Shijoje, Blerina, shumë e thjeshtë. Po pra, kjo është problemi. Shumë vap. Po Nuk dia duat gjvishu, o shtria. Blerina, gjvishu. Ë? Gjvishu. Po pra.
You can leave your hair on. Na 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 na. Kjo koha Unë ja kështu futa një notë shkatruse. sot, u Po. kënaqa. Njerëzit janë si valët e detit. Shkojnë për plasën dhe kthehen prap mrapsh. Varet. Që ka si plumb rikoshet. Edhe më të zbutë. Plumb rikoshet mos do të thuash. Por Shaku, se më tani më kujtove rikoshet e lidha me emision radiofonik. Një ditë kam qenë duke u kthy nga Gramshi dhe kam kap playlistën tënde. Ku diun 5 këngët më të bukura të tua që ndishen në vite. Kujtohet gjë e tillë? Mos ke dëgjuar playlistën e Oda Alitit që ka vënë këngën time censurë? Jo. Atëre. Ku ka qenë? Se ishte censurë, më falë se ju ndërhyva. Censura është kënga ime monumentale. Okej. Kujtoha se kishin censurë. Ishte një program radiofonik që thuheshin 5 këngët e mia, gjë të tilla, 10 këngët e mia. Dhe ti duhet të përzgjidhje duke i shpjeguar Po? këto këngët dhe duke i dhënë një analizë tënde dhe pastaj jepesh kënga. Dhe më duket se ke qenë ti. Si majmen. Se po flisje që kjo është kënga e... Ka mundësi, si majmen më se kam qenë aq shumë emision. Se më kujtohet kjo fakti i bashortit që thje Gjerban, bla bla bla, dhe këtu e lidha, se nuk të një.